Punimet për rikonstruksionin e rrugës që të çon drejt Kuzumbabas në Vlorë po ecin me ritme tepër të ngadalta, duke ngritur shqetësim tek qytetarët dhe bizneset e zonës, sidomos në kulmin e sezonit turistik. Nga një vëzhgim i realizuar nga televizioni 6+1 Vlora konstatohet se megjithse punimet kanë nisur afro 2 muaj më parë, progresi në terren mbetet i kufizuar. Deri më tani, ndërhyrjet janë përqendruar kryesisht në shtrimin e trotuarve, ndërsa pjesa tjetër e projektit duket se po avancon me ritme shumë të ulta. Rruga që lidh një prej pikave më të vizituara të Vlorës, Kuzumbaban, monument kulturor dhe fetar që frekuentohet çdo ditë nga banor, pelegrinë si dhe turistë vendas dhe të huaj. Në kushtet kur Vlora pret turistët gjatë kësaj periudhe, pritshmëritë kanë qenë që punimet të intensifikoheshin me qëllim përfundimin sa më shpejt të investimit, si dhe shmangjen e pengesave për qarkullimin. Në vend të kësaj, në terren vjet re një aktivitet i kufizuar, çka ka sjell pak kënaqësi tek qytetarët. Në këto kushte edhe vet banorët kërkojnë që punimet të mos zvarriten dhe firma zbatuese të shtojë ritmin e punës, në mënyrë që projekti të përfundojë brenda afateve të parashikuara. Ky investim nuk përfshin vetëm rikonstruksionin e sipërfaqes rrugore, por një ndërhyrje të plot në infrastrukturë, me trotuare të reja, sistemim të hapësirave, si dhe përmirësim të kushteve për këmbësorët dhe automjetet. Pikërisht për këtë arsye, qytetarët presin që standardet e punimeve të shoqërohen me respektimin e afateve. Kuzumbabai është një nga destinacionet më të rëndësishme turistike të Vlorës dhe çdo vonesë në përfundimin e punimeve ndikon jo vetëm në lëvizjen e banorëve. Rruga është një nga hyrjet kryesore drejt këtij objekti dhe gjatë sezonit veror, frekuentimi i saj rritet ndjeshëm. Përballë kësaj situate shtohet nevoja për më shumë përgjegjësi, por edhe për një mbikëqyrje më të fortë nga institucionet përgjegjëse, me qëllim që investimi të mos kthehet në një projekt të zgjatur pa afate të qarta. Qytetarët presin që në ditët në vijim ritmi i punimeve të përshpejtohet, në mënyrë që një nga rrugët më të rëndësishme që të çon drejt simbolit të qytetit të jetë funksional sa më shpejt dhe të shërbejë në kushte normale banorëve, si dhe mira vizitorëve, të cilët zgjedhin Vlorën gjatë sezonit turistik.